Feja e shqiptarit është shqiptaria, metafora që ignoranca e ktheu në shtrembërim. Një ndër maksimat më të njohura të Pashkovasës është feja e shqiptarit është shqiptaria, një thënie që për fat të keq është keq kuptuar, shtrembëruar, banalizuar dhe tjetërsuar në mënyrën më të palogjikshme të mundshme nga shumë kush. Sidomos nga ignorantët e shekullit XXI, të cilët nuk arrin ende të kuptojnë thelbin historik, kulturor e kombëtar të kësaj poezie. Për hir të së vërtetës dhe për respekt të figurës së Pashkovasës, është e nevojshme të risjellim sqarimin e kësaj maksime, që në kohën kur u shkrua ishte jo thjesht varg poetik, por një thirrje kombëtare, një metaforë me peshë sa shpirtërore. Aq edhe politike. Konteksti historik, Shqipëria mes perandorisë dhe grabitqarëve. Kur delja e bardhë, Shqipëria ndodhej në mes të hienave, pra shteteve fqinje grabitqare, dhe në barkun e balenës, perandorisë osmane, që kishte për qëllim asimilimin kulturor, gjuhësor dhe fetar të shqiptarëve. Kjo fjali e famshme bëhej thirrje për bashkim, për mobilizim, për vetdije kombëtare, për kryengritje. Ishte një britm që dilte nga shpirti i një populli të rrezikuar për të zhdukur, jo vetëm nga harta, por edhe nga kujtesa. Kur e analizojmë me seriozitet poezinë Omoj Shqipni, e Mira Shqipni, e kuptojmë qartë se për të zbërthyer drejt një varg kaq të fuqishëm e të përfolur, nuk mjafton ta lexosh vetëm rreshtin e fundit. Duhet të lexohet, rilexohet dhe analizohet e gjithë poezia. Vetëm atëherë mesazhi i saj shfaqet i qartë dhe ndriçon mendjet e atyre që dëshirojnë të kuptojnë. Të gjithë e dimë se shqiptaria nuk është fe. Së paku sot, në epokën e informacionit, kemi mjaftueshëm njohuri për të mos rënë prej naivitetit dhe mendjelehtësisë. Por në kohën kur feja përdorej si instrument për të përçarë popull dhe për të fshirë identitete kombëtare, kjo metaforë ishte një akt guximi, një deklaratë e pashembull uniteti dhe vetdijeje. Poezia si thirrje kundër përçarjes. Pashkovasa, me këtë poezi, ngre një flamur bashkimi mbi kokat e një populli të ndarë në emër të fesë. Në kohën kur perandoria osmane nuk e njihte kombin shqiptar dhe zhvillonte një propagandë intensive për të përçarë shqiptarët në baza fetare, poezia ishte si një shuplak ndaj kësaj politike shkatëruese. Propaganda osmane thoshte: shqiptarët musliman janë turq. Shqiptarët ortodoks janë grek ose serb. Shqiptarët katolik janë latin. Përballë kësaj trysnie të rënë identitare, Pashkovasa shkruan: ca thon kam f, ca thon kam din. Njeni, jam turk, tjetri, latin. Do thonë, jam grek, shkel disa tjerë. Por jemi vllazën të gjithë moret mirë. Në këto vargje, ai nuk e mohon fen, por denoncon mënyrën se si feja përdorej për të ndarë shqiptarët, për t'i bërë pikë pesë, për t'i ndarë vëllan nga vëllai dhe për t'i bërë më të manipulueshëm e më të dobët përballë synimeve të huaja. Shqiptaria si fe që bashkon, një metaforë e fuqishme. Pastaj vjen sekuenca më e përfolur dhe më e keq kuptuar. E mos shikoni kisha e xhamia. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Të ndalemi dhe të analizojmë me kujdes. E mos shikoni kisha e xhamia në një lexim si përfaqësor, dikush mund të mendojë se po bën thirrje për të braktisur fen, por kjo është një keqinterpretim i rëndom. Autori, përmes këtij vargu, bën thirrje për mosndarje, për të mos parë njëri tjetrin me syrin e përkatësisë fetare, për të mos u bërë armiq për shkak të kishës apo xhamisë që frekuentojnë. 2. Feja e shqiptarit është shqiptaria, ky është kulmi i metaforës. Jo në kuptimin e heqjes dorë nga feja personale, por në kuptimin se mbi të gjitha, ajo që duhet të na bashkojë është kombi. Besimi është çështje individuale, shqiptaria është çështje kolektive. Pa dallim nëse je musliman, katolik apo ortodoks, ti je vëllai im dhe kemi një tokë, një gjuhë, një histori që na bashkon. Një thirrje për të hapur syt. Sot, në shekullin XXI, kur ka më shumë universitete se kisha e xhami, është për të ardhur keq që ende ka njerëz që nuk kuptojnë metaforat elementare të letërsisë kombëtare dhe që i keqinterpretojnë me qëllim apo nga padia. Për ata që ende këmbëngulin në këtë lloj paditurie, dy janë alternativat që u mbeten. Ose le ta kërkojnë macën e zezë në dhomën e errët. Ose le t'ia shkruajnë vetes në ball, mërgodi të lutem. Po ta kishin kuptuar të gjithë. Po ta kishin kuptuar të gjithë mesazhin e kësaj poezie, po të ishte futur kjo poezi në rrënjët e arsimit, të politikës, të edukatës dhe të ndërgjegjës shoqërore, kjo hartë do të ishte e tëra e kuqe dhe me një emër. Shqipëria. Jo e ndarë, jo e coptuar, jo me flamuj të huaje interesa të dyshimta, por e bashkuar në shpirt dhe në vepër.